Kryetar, mandati juaj është 5 vjeçar. Nëse pas 2 vitesh situata mbetet e njëjtë, a do ta konsideronit ndërheqjen si akt përgjithësie? Tani fokusi im është që të bëjmë punë edhe më të mira se sa që janë bërë në të kaluamën. Gjykata themelore në Prishtinë nganjëherë varet edhe nga faktorë tjerë t'jashtëm edhe objektiv si ato që i përmendëm në numrin e paparashikueshëm të landëve që mund vinë në gjykatë. Megjithatë, unë kam marrë një përgjegjësi edhe jam i gatshëm të mbaj këtë përgjegjësi dhe ideja ime është që ne kur flasim pas 2 viteve me juve, të flasim për suksese, po jo për dështime. Dhe po që se kemi të bëjmë me dështime, atëherë edhe nëse qofse kjo i ndishet të menaxhmentit, atëherë padyshim që jam i gatshëm të marr çdo përgjegjësi që ka të bëjë me rrethanat objektive të menaxhmentit. Kryetar, po kalojmë në disa aspekte më konkrete. Sipas statistikave për 6 mujorin e parë të vitit 2025, Gjykata themelore në Prishtinë ka mbi 86.000 lëndë gjithsej në punë. A është kjo ngarkesë e përballueshme realisht për një gjykatë të shkallës parë? Tani ne kemi resurset që kemi, megjithatë kemi pasur mbështetje të vazhdueshme nga Këshilli Gjyqësor, qoftë në rritjen e numrit gjyqtarëve, qoftë në rritjen e numrit bashkëpunëtorëve profesional, dhe tani jemi në pritje edhe të mbulueshmërisë me zyrtar ligjor, dhe po vlerësoj që tani jeni ndjeni që ka kaluar dhe ligji për gjykatën administrative, dhe po vlerësoj që në momentin që gjykata administrative merr rolin e vet, ne kemi domethënë mjaftueshëm gjyqtarë dhe resurse me i trajtu këto probleme. Ndër faktet që ka një akumullim gjendjes cilët ju vetë se e trajtuar. Megjithatë, me trendin e fundit të efikasitetit që kemi pas, dhe po që se ne vim në një stat që tani numri i lëndëve pretendojmë që do të jetë shumë i vogël, atëherë vlerësoj që do të jemi të gatshëm me i arrit objektivat edhe pritjet që ju dhe publiku keni prej neve. Në total, norma e zgjidhjes del që është 120%. A kemi të bëjmë me efikasitet real apo me mbyllje numerike të rasteve më të lehta? Tani në aspektin statistikor, kjo është realiteti që ju po e potenconi, sepse është edhe publike, po janë edhe dhanat e fundit që na e kemi gjeneru që edhe kemi prezentu së fundin në mbledhjen e fundit të Këshillit Gjyqësor. Sa i përket çështjes së cilësisë, gjithmonë është objektiv jo vetëm i Gjykatës Themelore në Prishtinë, po i gjithë sistemi drejtësisë që ne të avancojmë edhe në aspektin e cilësisë. Megjithatë, duhet kemi parasysh faktin që çështja e cilësisë është një çështje që i nënshtrohet edhe mekanizmit të kontrollit në një formë ose tjetër, sepse çdo vendim mund goditet edhe në instanca më të larta, në këtë rast gjykatën apelit, po në rastet veçanta edhe në gjykatën supreme. Kryetar, statistikat na tregojnë dallime të mëdha në mes të lëmive të ndryshme. Përmendet më herët edhe si prioritet që e keni çështjen e llogaridhënies. Po duam ju pyeta, ka të bëjë me këtë fakti që në disa fusha norma e zgjidhjes shkon në mbi 160%, ndërsa në lëndë administrative bjen në 60%. Çka na tregojnë këto shifra? Tani së fundi kemi përgatitur raportin statistikor, që është raporti vjetor që ne e bëjmë në Këshillin Gjyqësor, dhe çështjen që ju po ngritni kam vërejt edhe unë tani si kryetari i gjykatës, dhe në çështjet që kam trajtuar tani për tani, kam vërejt që çështja e kësaj performance të departamentit për çështje administrative vjen si rrjedhojë një numri më të madh se sa zakonisht ka pranuar departamenti për çështje administrative. Pra nuk është domosdoshmërisht që ka pas punë më të vogël në krahasim me vite të tjera, por performanca në aspektin statistikor rezulton të jetë për shkak një numri më të madh të landëve që ka pranuar ky departament, e që si rrjedhojë ka pas edhe uljen e përqindjes së landëve të përfunduara në raport me landet që janë pranuar. Dhe besoni që kjo do të zgjidhet me funksionalizimin e gjykatës administrative? Besoj që po, besoj që edhe jeni ndjeni që Këshilli Gjyqësor veç se tani ka hapur një konkurs edhe për prurjen e 6 gjyqtarëve të ri në departamentin për çështje administrative, dhe po vlerësoj që edhe me këta 6 gjyqtarë të ri përmbushet pak a shumë edhe korniza ligjore siç e parasheh edhe ligji, edhe po vlerësoj që pastaj kemi një kontingjent mjaftueshëm të gjyqtarëve të cilët të mundin me i trajtu në kohë të arsyeshme landet edhe në departamentin për çështje administrative. Kryetar, po ndalemi te problemi që veç pak e diskutuam. Pra një prej problemeve më të mëdha në këtë gjykatë janë lëndët e prapambetura. Dhe ka qytetarë që presin me vitet tona për ta fituar një të drejtë, pra për të marrë një vendim gjyqësor që natyrisht gjithë këto vite edhe përbëjnë shkelje të drejtës për gjykim të arsyeshëm kohor. Si do t'i qaseni kësaj situate në të gjitha fushat dhe
problemet kryesore, sfidat kryesore ku i shihni me cilat do të merreni? Tani, ideja ime është që ne të kemi kontakte sa më shpeshta me gjyqtar. Ju e dini që sipas rregulloreve ne mbajmë edhe kolegjume të rregullta një herë në 3 muaj, ashtu e parashoj rregulloria për organizim brendshëm gjykata. Megjithatë, ideja ime është që ne këto kolegjume ti kemi si takime pune shumë të shpeshta, në cilla takime pune ne do të bëjmë një skenim të gjendjes aktuale dhe të shohim të gjithë numrin e landëve të vjetra që kemi për momentin, që këto landë vjetra janë të kategorizuar sipas strategjive të Këshillit Gjyqësor dhe pastaj ne dalim me plane konkrete për zvogëlimin e tyre. Ideja ime është që të kemi një rend dite specifikum se ku do të trajtojmë probleme dhe të identifikojmë problemet që kemi, po pastaj të dhojmë edhe afate kohore të cilat ne pretendojmë të dhojmë zgjidhje këtyre problemeve e që na jep një mundësi edhe neve si menaxhment pastaj të mbajmë llogaridhënës të gjithë ata të cilët kanë marrë për detyra për përmbushjen e objektivave që ne bashkërisht i kemi konsideruar si gjykatë.